SBA dhe Irani u dakordsuan për një armpushim 2 javor të martën, pak para se afati i presidentit amerikan Donald Trump për Iranin të skadonte, me Teheranin që pranoi të rihapte përkohësisht ngushticën e Hormuzit. Shtëpia e Bardhë njoftoi gjithashtu se Izraeli pranoi armupushimin, ndërsa presidenti Trump njoftoi se po pezullonte planet e tij për të përshkallëzuar sulmet në të gjithë Iranin. Trump tha se kishte marrë një propozim prej 10 pikash nga Irani, i cili do të ishte një bazë mbi të cilën do të negociohej. Por çfarë përmban ky plan 10 pikësh nga Irani? Sipas mediave shtetërore, Irani do ta pranojë përfundimin e luftës vetëm pasi detajet të finalizohen në përputhje me një plan paqeje prej 10 pikash që i është paraqitur Shtëpisë së Bardhë nëpërmjet ndërmjetësve pakistanez. Plani kërkon heqjen e të gjitha sanksioneve parësore dhe dytësore ndaj Iranit, vazhdimin e kontrollit iranian mbi ngushticën e Hormuzit, tërheqjen ushtarake amerikane nga lindja e mesme, një fund i sulmeve ndaj Iranit dhe aleatëve të tij, lirimi i aseteve të ngrira iraniane, një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që e bën çdo marrëveshje të detyrueshme. Sa kaq, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka deklaruar se kalimi i sigurt nëpër ngushticë do të lejohet nën menaxhimin ushtarak iranian.